Lëndrim, nëse do e fitoj çmimin e madh, për çfarë do e përdorje? Okej, pyetje shumë e mirë për mu personalisht, për shkak se unë jom hime që të synim e fitu çmimin e madh edhe të e pas parasysh që jom artist i ri, fokusi jam është në karrierë, nuk isha ble banes, ker, askur gjotë, thjesht qysh e kom bo dhe ma herët pa e pas çmimin e madh, dhe nëse e kisha fitu çmimin e madh, se një vetëm që kisha boj shkon që kisha investu allin në karrierë për shkak që të e pas parasysh që investimet në muzikë janë shumë të shtrejta, unë gjithmonë mu ka dasht që me punu, me hi kredi për me bo një kongë dhe pauza për shembull për ndërmjet kongëve ka qenë shumë e gjatë për qëtë arsye që mundësit për me investu jonë konë shumë të vështira. Jo që s'kom pas, po thjesht jam person që nuk kam qef as printe mi me ngarku se kejt e dim çfarë shpenzimeve ka në muzikë. Edhe është diqysh pikënterën me shku mi thonë ami 5.000 euro se po m'vyn me bo një kongë ose 10.000 se po do mi bo 2-3 kongë. One nuk që thojmë na nuk kam ftyrën, diqysh njëna shumë keq kur e bëj qatë sen, kështu që po, nëse veç i kisha fitu çmimin e madh, nëse do në Zoti, i kisha investu në muzikë. Edhe kisha bo diçka që shumë e kam qef, diçka që nështë ta publiku jo nuk është mësu me pa, për shkak që du më njohë si revolucionar.